Australia po vendos rregulla të reja për mediat sociale. Australia nga 10 dhjetori do të bëhet shteti i parë në botë që po ndalon personat nën moshën 16 vjeçare të kenë llogari në mediat sociale. Ministra e Komunikimit Anika Wells thotë se ky ligj bëhet për të mbrojtur gjeneratën e re nga rreziqet online. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat dhe X duhet të ndalojnë hapjen e llogarive nga të miturit. Qeveria thotë se platformat kanë pasur 15 deri 20 vite kohë të mjaftueshme ta rregullojnë këtë problem, dhe Wells shtoi se nuk friksohet nga teknologjia e madhe sepse kupton se po bën gjën në duhur. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se do t'i kundërshtojë shtetet që sipas tij sulmojnë kompanitë amerikane të teknologjisë.